Strelca, një nga fshatrat malor më piktoresk të zonës së Maliqit, prej vitesh njihet për natyrën e saj të paprekur dhe panoramat që ndryshojnë magjishëm në çdo stin. I vendosur mes gjelbërimit, qetësisë dhe traditës, ky fshat ka nisur të kthehet në një destinacion të ri për vizitorët që kërkojnë një përvojë të pastër dhe autentike. E pikërisht këtu, në zemër të Strelcës, familja Peto ka hapur dyert e një agroturizmi të ngritur me shumë mund dhe përkushtim, të quajtur Strofka Strelc, një projekt që synon të jap zonës jetë dhe mundësi të reja zhvillimi. Në bisedën me kryefamiljarin Olsi Peton, mësohet se projekti ka nisur me hapa të vegjël, por me shumë këmbëgulje. Ai shpjegon se gjithçka çfarë është ndërtuar ka ardhur duke mësuar, duke punuar dhe duke besuar se zona meriton të promovohet. Duke parë trendin e turizmit në rritje në Shqipëri, duke për të parë bukuritë e zonës, na lindi një ide për të hapur diçka këtu që të ofrojmë bukurinë e fshatit, domethënë duke parë kërkesat në rritje për turizëm në Shqipëri. E kemi filluar me vështirësi, e kemi filluar me shumë pak gjë, domethënë gjatë rrugës duhet të ecim dhe duke marrë eksperiencë dhe duke punuar në këtë punë që ka të ardhme. Ndërsa djali i tij, Romaldo Peto, rrëfen idenë e tij për të sjellë diçka të veçantë dhe ndryshe në Strelc. Ai tregon se synimi nuk ishte të ngrihej një strukturë e zakonshme akomodimi, por një koncept i personalizuar që respekton natyrën e zonës. Në fakt, doja dilja pak nga ajo ideja e hotelit ose një strukture që është e gjitha në një vend, doja të bëja diçka ndryshe, domethënë edhe për pjesën e drurit. 3 shtëpia, kapacitet për 9 persona dhe mund të përshtaten deri në 12 persona. Për të ardhmen mendojmë që të bëjmë edhe 6 kabina të tjera për të bërë një bashkëpunim edhe me agjencitë që punojnë në Shqipëri, pasi duke parë domethënë që kapacitetet që ata dëshirojnë janë vërtet shumë të mëdha nga ato që ne kemi. Punojmë kryesisht me pronotime nga vetë njerëzit, jo me agjenci, sepse duhet kapacitet, siç thash, shumë herë më i madh. Edhe po mendojmë që të arrisim kështu duke i shtuar të kabinat e drurit për mos dalë nga ajo ideja e fillimit. Një pjesë e rëndësishme e agroturizmit është ushqimi. Familja Peto ka vendosur që gjithçka të mbështetet në produkte lokale. Në kabina dhe në restorant vihet re kujdesi për elemente tradicionale, që nga qilimat e deri te gatimet karakteristike të zonës. Që te pjesa e akomodimit deri te pjesa e ushqimit kemi menduar që të vazhdojmë me produktet lokale të zonës, edhe te pjesa e kabinave ofrojnë domethënë atë tradicionale në si te qilimat që i kemi shtruar, si te pjesa ku flen, domethënë diçka e thjeshtë. Edhe te pjesa e ushqimit pastaj, kryesisht mishin bidon, që është specialitet edhe i zonës, po ashtu edhe këto produktet e bulmetit, të gjitha që janë të gjitha produkte lokale që i prodhojmë ose vetë ose i marrim nga banorë të tjerë këtu. Domethënë ofrojmë atë që Strelca ofron, pa dalë nga ai profili i fshatit. Deri më tani agroturizmi ka pritur vizitor vendas dhe të huaj. Edhe pse sezonin e parë ka nisur në periudhë të vonë, reagimi i vizitorëve ka qenë mjaft pozitiv. Kemi pasur edhe turistë huaj, edhe turistë vendas, kryesisht kanë qenë vendas pasi pjesa e shtëpive që sapo janë hapur ka qenë në fund sezoni dhe pjesa e turistëve kanë qenë kryesisht vendas. Edhe deri tani është diçka pozitive, domethënë edhe shikojmë edhe vetë klientët, edhe vetë ato votat që na lënë në Booking, në Google janë vërtet pozitive dhe na bën edhe kjo të ndjehemi mirë. Kemi pasur edhe nga ata domethënë që ka premtuar vetëm një natë dhe pastaj na ka thënë që shikojmë nëse nuk prish punë të qëndroj një natë tjetër se më pëlqeu. Po ashtu kemi pasur edhe njerëz domethënë me referim. Në një kohë kur turizmi malor është në rritje, Strelca po gjen vendin e saj në hartën turistike fal iniciativave si Strofka Strelc. Me përkushtimin e familjes Peto dhe bukurinë që ofron zona, ky agroturizëm është ndërruar në një shembull të qartë se si tradita dhe sipërmarrja mund të bashkohen për të krijuar një histori suksesi. Nëse kërkoni qetësi, natyrë dhe shije të vërteta të fshatit shqiptar, Strelca është një destinacion që ja vlen të vizitohet.